Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e madhe falenderoj, atë gjelle gjelaluhu adhuroj, prej ti ndihmë, falje, mëshirë, udhëzim kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij pesnik, fisnik dhe trima, dhe mbi të gjithat ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar, ne edhe më tej vazhdojmë me perlat dhe porosit e fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Andaj të nderuar besimtar, ne filluam me porosit e një sure madhështore. Ajo është surja Isra dhe lexuam ajetin e 23, 24 dhe 25. Në këto ajet Allahu Azza wa Jall urdhëron dhe na tregoi se vetëm Allahu Azza wa Jall duhet të adhurohet njëri pa shoq. Dhe pastaj Allahu Azza wa Jall vazhdoi me porosin e tij dhe tha: silluni mirë me prindërit. Nëse Allahu Azza wa Jall ka dhënë urdhër të prerë që besimtarët të sillen mirë me prindërit e tyre, nëse duan që ta fitojnë xhennetin e Allahut Azza wa Jall dhe ta largojnë hidhrimin e Allahut Azza wa Jall dhe ta largojnë mallkimin e Allahut Azza wa Jall, dhe nëse dojnë që të kenë bereqet të vazhdueshëm gjatë jetës së kësaj bote. Pastaj Allahu Azza wa Jall në porosin e radhës, në porosit madhështore të kësaj surës, Allahu Azza wa Jall vazhdon dhe thot: wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Allahu Azza wa Jall thot: o Muhammed, jepua të afërme të tu hakun dhe të drejtat e tyre. Po ashtu jepja hakun dhe të drejtat e tij atyre të cilët janë të varfër, ato të cilët janë të ngratë. Ndihmoje o Muhammed, jepja hakun edhe udhtarit dhe mos e shpërdoro pasurinë tënde. Nga se thot Allahu Azza wa Jall, me të vërtet ata të cilët e shpërdorojnë pasurinë e tyre janë vëllezërit e shejtanit. Wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Thot Allahu Azza wa Jall, e me të vërtet shejtani, djalli i mallkuar, është që e mohoi Allahun Azza wa Jall dhe është mohues i fortë ndaj të mirave të Allahut Azza wa Jall. Të nderuar besimtar, në këto dy ajete, pra ajetin 26 dhe 27 të surës Isra, Allahu Azza wa Jall, ne siç potencuam se Allahu Azza wa Jall urdhëroi që vetëm Allahu të adhurohet, e pastaj porositi dhe urdhëroi që prindërit të respektohen. Pra pas Allahut Azza wa Jall vijnë prindërit në respekt dhe bindje ndaj tyre. Dhe Allahu Azza wa Jall tash gradualisht na tregon se cilët janë njerëzit më parsorë, që meritojnë t'ju ndihmohet atyre. Allahu Azza wa Jall thot: wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin. O Muhammed, të afërmeve të tu jepi hakun. Pra, këtu na lën të kuptojmë vëllezër se pas prindërve, ata që meritojnë më shumë të ndihmohen janë familja e ngushtë. Këtu hyn vllau, motra, gruaja, fëmijët, e sidomos gruaja dhe fëmijët janë në shkallën e parë, e pastaj vijnë vëllezërit, motrat, e kështu me radhë të afërmit e familjes. Nuk thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se dy sadakaja, dy shpërblimit të sadakas i ke kur i ndihmon të afërmit tënd, ndërsa një sadaka shpërblim e ke kur i ndihmon të largëve të tu. Andaj filloja prej atyre të cilët ty të rrethojnë mas afërmi. Nisja mos i lej keq njerë fëmijët e tu, mos i lej keq gruën tënde, e pastaj mos e lej keq farefisin,
duke anis prej vlezërive, prej motrave. Ne çuditemi me disa njerëz, të cilët pyesin dhe thojnë: "O hoxh, a bën t'ja jap zeqatin vllaut tim?" Po ti vllaun e ke lënë për zeqat, motrën e ke lënë për zeqat, në gjendje të rëndë, duke e shikuar gjendjen e saj dhe gjendjen e tij dhe shkon dhe ju ndihmon botës dhe të huajve. Kjo është në rregull, mirë, po nisja prej aty ku e ke më shumë shpërblim, më shumë sevap. Prandaj Allahu Azza wa Jall, pasi që na urdhon që të sillemi mirë me prindërit, pra në radhë parë të ndihmojmë atyre, e pastaj të fillojmë me të afërmit e tonë. Bile thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, se nëse njeriu e shpenzon të gjithë pasurinë në hajër, në aty ku e meriton, thot nuk llogaritesh përdorim, edhe nëse krejt pasurinë e jep, nëse është vendi ku e meriton. Ndërsa thot, nëse shpenzon sa një grusht në një vend ku nuk e meriton, në një vend ku është ndaluar të shpenzohet atje, në një vend ku është haram, ti ndihmojsh të keqes, thot kjo te Allahu Azza wa Jall llogaritet shpërdorim. Pra nëse njeriu e shpenzon pasurinë në atë që e meriton, nuk i llogaritet shpërdorim. Edhe nëse e jep të gjithë pasurinë e tij, nëse i ndihmon të afërmëve të tij, nëse i ndihmon rrugës Allahut Azza wa Jall, davetit, nëse i ndihmon xhamiave, nëse i ndihmon projekteve të hajrit, në ndërtimin e spitaleve, shkollave, e kështu me radhë, rrugëve, duke ja nisur prej më të afërmëve të tij e pastaj edhe të tjerët, kjo nuk llogaritet shpërdorim edhe nëse jep miliona. Ndërsa nëse jep një grusht në haram, në dasmën me muzikë, në lakuriqësi, në gazino, në disko, e ku ta di unë çfarë, në projektet e ndryshme të sherrit, projektet të cilat i thirrin njerëzit drejt devijimit nga rruga e Allahut Azza wa Jall, kjo do t'i llogaritet atij shpërdorimi i pasurisë israf dhe do të merret në llogaritë Allahu Azza wa Jall edhe nëse ndihmon sa një pikuj. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall, vazhdon dhe thot: "Dhe ndihmoi të varfërve o Muhammed." Kush janë të varfërit vëllezër? Kush janë fukarat? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është i varfër ai i cili shkon dhe u troket njerëzve në përdyer dhe i lut vazhdimisht. Dhe thot e kthejnë atë një kafshat apo dy kafshata, një hurm apo dy hurma. Mirë, po fukaraj i vërtet është ai i cili thot nuk shkon dhe nuk i bën këto veprime. Për këtë duhet ta hulumtojsh, duhet ta kërkosh. Nëse ky nuk e nënshtron fytyrën e tij, nuk e poshtron fytyrën e tij duke i lut njerëzve. E këta njerëzit janë fukarajnë të vërtet të cilët duhet të hulumtohen dhe të ndiqen dhe t'ju ndihmohen. Pra pas të afërmëve, fukarajnë. Pastaj vëllezër, Allahu thot "Wabin as-sabil", dhe udhëtarin, një udhëtar, një vëlla musliman apo një motër muslimane, ka udhëtuar për vendit të tij dhe ka ardhur tek ne. Dhe ja sprove Allahut Azza wa Jall, rastësisht nuk ka kur gja me vete, e humb pasurinë, humb lidhjet, kontaktet me familjet e tij, nga se nuk ka pasuri, nga se nuk ka para dhe të kthehet te vendi i tij. Atëherë ne si musliman duhet dhe kemi për obligim që t'i ndihmojmë dhe t'i japim prej pasurisë tonë aq sa i ka nevojë që të kthehet tek vendi i tij, udhëtarit me ndihmu. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall: "Wala tubadhir tabdhira." O Muhammed, mos e shpërdoro pasurinë tënde. Ke kujdes, mos e jep atje ku nuk është Allahu i kënaqur. Mos e jep në përdarka të ndryshme, në përshpërdorime të ndryshme, shkon në përdarka dhe shpërdorojnë. Marrin ushqim aq sa nuk kanë nevojë me e marr. Kjo llogaritet shpërdorim i pasurisë. Nëse shkon me një darkë, mos merr 5 lloje të ushqimeve duke e ditur se ti nuk ke mundësi që t'i hash ato ushqime. Pastaj çka bëhet me atë ushqim, me atë bereqet, merret dhe gjuhet në për bërlloqe, në për koshet e bërlloqeve. Dhe kjo llogaritet shpërdorim vllazni. Allahu na ruaj. Këto janë të mirat e Allahut mohohen edhe nëse njeriu e shpërdoron dhe nuk i kushton kujdes begative dhe mirësive të Allahut Azza wa Jall. E Allahu Azza wa Jall shembullin e shpërdoruesve, shembullin e mohuesve të mirat të Allahut e ka përngjasuar me shembullin e shejtanit, djallit të mallkuar. Thot innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Thot ata të cilët e shpërdorojnë pasurinë e tyre, këto me të vërtet janë vëllezërit e shejtanit. Janë vëllezërit e djallit. E shejtani është mohues i fortë i mirave të Allahut Azza wa Jall. Ka thënë dietarët në komentin e këtij ajeti, në tefsirin e Sa'dit,
thot shejtani i urdhëron që të bëhen kopratës. Që të bëhen kopratës aty ku Allahu Azza wa Jalla është i kënaqur që të jepet. Kur ju kërkohet atyre për të ndihmuar ndonjë projekti në rrugën e Allahut Azza wa Jalla, të japet ndonjë dinar, të shpenzohet ndonjë dinar në rrugën e Allahut Azza wa Jalla, ai bëhet kopratës, e shtrëngon, nuk i mundsohet, e dëgjon shejtani. Shejtani i thot djalli, i thot mos jep, mëse e din sa argjime ke ti, a e din se mujnë së në mbulojsh, a e din se nuk dalin tash 800 euro, 700 euro, a e din, e frikson. Dërsa kur vjen puna për ndonjë haram, për ndonjë shpërdorim, kur vjen puna ta blejë ndonjë markë të shtrenjtë, ndonjë tesh që ati ja ka qefi, është e shtrenjtë, ndonjë disa këpucë të shtrenjta, atëherë shejtani i thot, bleje, s'ka gale, nuk prish punë, bonja qefin vetes, përse punon ti? Për vetin punë, ja për vetin, ja për kënd. A kur ishte në rrugën e Allahut Azza wa Jall, mos sunja dalish mujt. Hajde ti ndihmojmë një projekti, të botohet një libër ku të kenë dobi muslimanët. Jo, hajde ndihmojmë një vendi ku kanë nevojë muslimanët, se përmendet emri Allahut, mësohet feja Allahut, mos jep atje, mos ndihmos, atyre nuk ju takon zeqati. Ato janë mektebe, na për mektebe mos jepni, se atyre nuk ju takon zeqati. Na për xhamia mos jepni, se atyre nuk ju takon zeqati. E kujt i takon zeqati? Na për disko? Na për diskoteka? Apo vendeve të ndryshme? Apo qefeve të tua? A këtu nuk llogaritet kjo shpërdorimi i pasurisë dhe humbje e të mirave të Allahut Azza wa Jall? Nëse e jep për në rrugën e shejtanit, atë dije se e ke shpërdoru pasurinë tënde dhe je bë vllai i shejtanit. Sa mohues i fort është shejtani ndaj të mirave të Allahut Azza wa Jall. Prandaj o vëllezër, i morëm dy porosi prej këtij ajeti madhështor. Në parë është që t'ja nisim dhe t'ju ndihmojmë të kemi kujdes pas respektit ndaj prindërve, respektit të Allahut, dhe prindërve, t'ju ndihmojmë të afërmit tonë, mos i lëmë keq të afërmit tonë. T'ju ndihmojmë sipari atyre. E pastaj me ju ndihmu fukarajve, me ndihmu udhëtarve, edhe mos të bëhemi për atyre të cilët e shpërdorojnë pasurinë, qoftë ajo në për argjime të ndryshme, apo duke e dhënë atje ku nuk i takon dhe nuk e ka vendin dhe është e ndaluar. Allahu Azza wa Jall na udhëzoft në rrugën e drejtë.